Një afërmimi ka një biznes të tij dhe dëshiron të postoj ulje për Black Friday. Jo, ne muslimanët nuk kemi Black Friday. Ne kemi White Friday. Xhumaja në Islam është vetëm sa e bardhë, mrekulli, bekim. Në Islam nuk ka xhuma të zezë. As nuk na lejohet neve të besojmë, as të festojmë, as të bëjmë skaunte pa ulje e kështu me radhë. As reklama. Po mira, mund të përfitojmë? Po, lejohet me përfitu nga rasti. Shef reklamën të atë, edhe futesh, përfiton nga uljet që mund të ketë. Nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ama që ti ta reklamosh një gjë të tillë nuk lejohet. Sepse ne kemi xhumat e bardha. Pastaj ne nuk besojmë se Jezu Krishti Isa alayhisalam është kryqëzu. Për ne nuk është e zezë, për ne është e bardhë. Ne themi barrafa'ahu Allahu ilay, Zoti e ngriti lart. Ju që thonë e kanë kryqëzu, por ju është e zezë, kurse për ne është e bardhë sepse themi është dita e mrekullisë. Allahu e ngriti mbi qiell, pra ngriti lart dhe e ruajti Zoti nga kurthi që deshën ta vrasin. Besimi i muslimanëve. Shkurt, zbën.